Dashi, dita e sotme sjell një ndriçim të veçantë në zemrën tënde. Ndoshta do të përballesh me një sfidë në punë, por me vendosmërinë tënde të lindur do t'ia dalësh mban. Mos hezito të kërkosh ndihmë nga kolegët, bashkëpunimi do të sjellë rezultate pozitive. Në çështjet financiare është koha ideale për të rishikuar buxhetin dhe për të bërë plane për kursime afatgjata. Ndërsa ndjenjat mund të ngjallin një ndjesë nostalgjie, shfrytëzoje këtë kohë për të shijuar momentet e vogla me njerëzit që do nëse je në një lidhje, përkushtohu më shumë ndaj partnerit tënd dhe krijoni kujtime të reja së bashku. Kujto se momentet më të bukura ndodhin kur i lejon vetes të jesh i vërtetë. Demi, sot është dita e përsosur për të reflektuar mbi lidhjet personale dhe marrëdhëniet e ngushta. Dëgjoni zemrën dhe lërini emocionet ju udhëheqin drejt një komunikimi më të hapur me ata që i dashuroni. Në punë, përpiquni të mbani një qëndrim të qetë dhe të përqendruar. Energjia juaj do të jetë çelësi për të përballuar sfidat. Financat mund të kërkojnë një vëmendje më të madhe, por mos u shqetësoni, sepse me planifikim të kujdesshëm gjithçka do të stabilizohet. Sot është dita për të bërë një pushim të vogël dhe për të shijuar momente relaksi. Një shëtitje në natyrë do t'ju ndihmojë të rifitoni qetësinë e brendshme. Kujtoni se gjithçka kërkon kohën e vet për të zbuluar në mënyrën më të bukur. Binjakët, sot është një ditë që fton mendjen të fluturojë dhe zemrën të shpalos ndjesi të reja. Në punë mund të përballesh me sfida që kërkojnë zgjidhje krijuese. Mos hezito të përdorësh imagjinatën për t'i kapërcyer ato. Financat duken të qëndrueshme, por është e mençur të mendosh 2 herë para se të bësh shpenzime të mëdha. Në dashuri është koha për të hapur ndaj partnerit dhe për të ndarë mendimet më të thella. Një bisedë e ngrohtë mund të sjellë një afrim emocionues. Për ata që janë vetëm, mund të shfaqet një mundësi e papritur romantike. Kujdesu për mirëqenien duke u relaksuar në natyrë ose duke medituar. Vetëm kështu do të gjesh qetësinë e brendshme që kërkon. Daforia. Dita e sotme fillon me një ndjenjë qetësie dhe introspeksioni, duke ju dhënë mundësinë të reflektoni mbi gjërat që kanë rëndësi. Zemra juaj dëshiron më shumë kohë për t'u lidhur me ata që doni, kështu që planifikoni një moment të veçantë me partnerin ose miqtë e ngushtë. Në punë, një koleg mund të kërkojë ndihmën tuaj dhe bujaria juaj do të shpërblehet në mënyra të papritura. Financat janë stabile, por qëndroni larg shpenzimeve impulsive. Ndjeni nevojën për të ruajtur baraspeshën mes detyrimeve dhe kohës për veten. Meditimi ose një shëtitje e qetë mund të ndihmojnë në rivendosjen e energjisë suaj. Lejoni zemrën të ndjekë ritmin e saj natyror dhe do të gjeni harmoni në çdo hap. Luani. Në këtë ditë të freskët nëntori, do të ndjeni të mbushur me energji pozitive dhe gatishmëri për të përballuar sfidat me guxim. Në aspektin e dashurisë, ndjeni nevojën për intimitet dhe do të ishte mirë të ndani kohë cilësore me partnerin tuaj. Për ata që janë beqar, një bisedë e papritur mund të shndërrohet në diçka më të thellë. Në punë, intuita juaj është themprethë dhe do të gjeni zgjidhje krijuese për problemet që ju kanë shqetësuar. Mos keni frikë të merrni iniciativa të reja. Në financa, është koha për të bërë një planifikim të kujdesshëm, duke shmangur shpenzimet e panevojshme. Besoni në fuqinë tuaj të brendshme dhe ndiqni instinktet për të hapur dyrë të reja. Ndjehuni mirë me veten dhe ruani një mendje të hapur. Dërgjeresha. Sot qielli është i mbushur me mundësi që presin të shfaqen. Në dashuri, zemra juaj mund të kërkojë një moment reflektimi për të kuptuar më mirë ndjenjat. Merrni kohë për të lidhur thellë me partnerin tuaj ose thjesht për të shijuar qetësinë e vetmisë. Në punë, krijimtaria do të jetë çelësi juaj i suksesit. Nuk është koha për të ndjekur rutinën. Eksploroni ide të reja dhe do të shihni progresin që kërkoni. Financat mund të kërkojnë një vëmendje të veçantë. Bëni kujdes me shpenzimet impulsive dhe fokusohuni në kursimet afatgjata. Energjia pozitive do t'ju mbështjellë, duke ju dhënë një ndjenjë harmonike dhe balancë të brendshme. Merrni kohë për veten tuaj dhe shijoni ëmbëlsinë e ditës. Peshorja. Sot do të ndihesh në harmoni me veten dhe botën që të rrethon. Një ndjenjë ekuilibri do të mbështjellë, duke të dhënë qetësi në çështjet e zemrës. Në marrëdhëniet personale, përpiqu të dëgjosh më shumë se sa flet, sepse të kuptuarit e ndjenjave të tjerëve do të sjellë afërsi të reja. Në punë, është koha ideale për të fokusuar në detaje dhe të përfundosh projektet e lëna pezull. Financat do të jenë të qëndrueshme, por shmang blerjet impulsive që mund të dobësojnë buxhetin. Thitha thellë ajrin dhe shijo bukurinë në momenteve të thjeshta. Kujdesu për shëndetin mendor duke praktikuar meditim ose yoga. Kujto se çdo ditë është një mundësi e re për të shkëlqyer dhe për të shpërndar dashuri. Akrepi. Sot ndjenjat dhe intuita do të jenë në harmoni të plotë, duke të lejuar të shohësh qartë drejtimet e duhura.
Në dashuri, afrohu me butësi dhe mirë kuptim. Një bisedë e ndjeshme mund të thellojë lidhjen me partnerin tënd. Në punë, fokusohu te detajet. Energjia jote do të jetë e admirueshme dhe mund të bëjë diferencën në projekte të rëndësishme. Bëhu i kujdesshëm me financat, shmang shpenzimet impulsive dhe konsidero investimet afatgjata. Kjo është dita për të reflektuar dhe për të bërë plane për të ardhmen. Fillo ditën me ndonjë aktivitet relaksues që të përmirëson humorin. Kujdesi për veten do të sjellë harmoni të brendshme. Mos harro që qetësia shpirtërore është çelësi për një ditë të suksesshme. Shigjetari, sot do të ndihesh i frymëzuar për të ndjekur rrugët e tua të zemrës. Në dashuri, hapësirat e reja dhe bisedat e sinqerta me partnerin do të sjellin afërsi dhe harmoni. Nëse je beqar, mund të takosh dikë interesant në një vend të papritur. Sa i përket punës, ky është një moment i shkëlqyer për të paraqitur ato ide që ke mbajtur për vete. Shefat do të jenë më të hapur ndaj propozimeve të tua dhe mund të shohësh përfitime afatgjata. Financiarisht, mbaj një sy mbi shpenzimet e vogla që mund të shtohen pa e kuptuar. Energjia është e lartë, por dedikimi ndaj meditimit ose një ecje e qetë në natyrë do të ndihmojë të ruash balancën. Shijoje ditën me gjithë ngjyrat që ndriçon përpara. Britsjapi, sot do të ndihesh i mbushur me energji të reja që të shtyjnë drejt realizimit të planeve të mëdha. Në punë, do të dalësh në pah me përpjekjet e tua të palodhshme. Kushtoj vëmendje detajeve dhe qëndro i fokusuar, suksesi nuk është larg. Në aspektin financiar, bëhu i kujdesshëm me shpenzimet e panevojshme dhe mendohu 2 herë para se të investosh në projekte të reja. Në dashuri, lëre zemrën të udhëheqë dhe kërko të dëgjosh ndjenjat e partnerit me empati. Nëse je i lirë, një takim i papritur mund të çojë në një mirësi të veçantë. Kalon një moment qetësie duke relaksuar mendjen dhe trupin. Mos harro të shpërblesh veten për përpjekjet e tua dhe të festosh arritjet e vogla. Ujori, dita e sotme sjell një valë pozitive për jetën tuaj personale dhe profesionale. Në marrëdhënie romantike, lejoni zemrën të flasë sinqerisht. Komunikoni hapur me partnerin tuaj dhe mos keni frikë të shfaqni ndjenjat. Në punë, pritet një mundësi e re që kërkon guxinë dhe vendosmëri. Besoni në aftësitë tuaja dhe mos hezitoni të bëni hapin e parë drejt suksesit. Financat janë në një fazë balancimi. Është koha të organizoni buxhetin dhe të shmangni shpenzimet e panevojshme. Ndjenjat tuaja sot do të jenë të qeta, megjithatë, një shëtitje e shkurtër në natyrë mund të rifreskojë energjitë tuaja. Kujdesuni për mendjen dhe trupin, duke gjetur pak kohë për meditim apo reflektim të qetë. Peshqit, dita nis me një ndjenjë të thellë qetësie dhe reflektimi. Energjitë tuaja janë të harmonizuara, ju ngjeni një lidhje të veçantë me njerëzit që doni. Në marrëdhëniet personale, është momenti të hapni zemrën dhe të ndani mendimet që keni mbajtur për vete. Kjo do të sjellë më shumë afërsi dhe mirëkuptim. Në punë, intuita juaj është një aleat i fuqishëm. Dëgjoni atë zë të brendshëm që ju udhëzon drejt zgjidhjeve kreative. Financat janë në një rrugë të qëndrueshme, por kujdes me shpenzimet e tepërta. Koha është e ardhur për të investuar në projekte që prekin shpirtin tuaj. Ndiqni ato që ju japin paqe dhe kënaqësi. Doni pak pushim për të rigjetur forcën e brendshme dhe për të ushqyer shpirtin me pozitivitet.